Alba Pollozhani hapi një debat të gjerë kur vendosi që të mbulojë sipas ritualeve myslimane brenda formatit të Big Brother VIP Kosova. Ky është momenti që ndjej një thirrje shpirtërore nga Zoti për të ndjekur rrugën e tij, u shpreh Alba. Prandaj kam vendosur që të mbulohem për të ndjekur rrugtimin tim shpirtëror. Banorët e shtëpisë thanë se Alba po bënte çdo gjë vetëm për vëmendje dhe gjykuan se është turp që të përdorësh fen për të fituar një çmim. Megjithatë, pas daljes nga ky format, ndjekësit e Albës në rrjetet sociale e kanë pyetur se pse nuk është mbuluar ende, meqense ajo e kishte marrë këtë vendim që kur ishte në Big Brother. Alba tha: "Pasi dola nga Big Brother VIP, doja të mbulohesha, por para se ta merrja këtë vendim, shkova për të folur me një hoxh. Ai më tha: mos u nxito, vepro hap pas hapi, sepse para se të mbulohesh, duhet të kesh një përgatitje të brendshme shpirtërore. Është mirë të mos nxitohesh, por ti marrësh gjërat me maturi." Unë vendosa të ndjek këtë këshill që më ka dhënë hoxha, prandaj po ju them se do ta marr vendimin për të mbuluar në momentin e duhur. Këshillat që më dha hoxha ishin mjaft të vlefshme për mua, u shpreh ish banorja e Big Brother VIP Kosova, Alba Pollozhani.